këto dy humbjet e fundit në realitet na kanë qelë derë dhe na kanë shërbyer si pikë këndelljes për të treguar që nuk mund të vazhdojmë tutje me lojtarë të cilët vërtet janë të tabluar, janë cilësor, po të cilët nuk mund të llogarisim edhe për një kohë të gjatë. Kështu që ajo që na pret më njëherë, e ky ka qenë një prej vendimeve të djeshme, edhe në diskutimet që i kam pas edhe me selektorin, edhe me drejtorin e përfaqësuesve, edhe me kapitenin, me tonë ditëve të fundit, do të kemi folë, kemi për ato që në vërtet duhet kemi përtrirje. Jemi por aq sa po them ka qenë e dhëmshme kjo, se ka qenë vërtet e dhëmshme, jemi me fat që s'kemi aktivitet edhe një vit me përfaqësuesin tash, deri në korrikun e vitit 2027, kështu që kemi kohë të mjaftueshme për mi përcjell këta djema dhe vajza që i kemi ka 16, 17, 18 vjet edhe për ta bërë përtrirjen me urgjencën më të madhe. Tash kur të këshysh në aspektin e kohës që ekzistojmë si shtet edhe që kemi filluar domethënë me zhvillu basketbollin, tash është një lloj goditje, të pas parasysh se në kohën më herët sigurisht kemi pas reprezentacion edhe më të fortë me lojtar basketball vendor. Kështu që mendoj se këto dy ndeshjet e fundit, këto dy humbjet e fundit janë rezultat e një politike të gabuar të klubeve mas pari, edhe sigurisht edhe për krahun, edhe federata e për krahun. Mirë po klubet gabimet më të mëdha bëjnë që nuk i japin mundësi lojtarëve të huaj, lojtarëve vendor edhe lojtarët vendor, sidomos të gjeneratat e reja, po kanë ambicie, po kanë vullnet me zhvillu, me ushtru dhe me u ngrit, mirë po kur po vjen puna e kalojnë atë moshën 18 vjeçare, pastaj po duhet me nejt në bankë ose po duhet me nejt në tribina me këshir lojtarë që po naturalizohen edhe po lujnë të huajt. Nuk e besoj që klubet mendojnë i bin trenerët ndër më të mirë ndoshta në region. Unë vlerësoj shumë edhe Adis Beqiragisin, edhe Rami Hadarin, edhe trenerat që kanë qenë bashkë me gjithë, domethënë kanë kvalitet, mirë po ata duhet me shfrytzu të paktën me punu me gjeneratat, me disa prej gjeneratat, po ta me krejt gjeneratat, mirë po të paktën me do një 4-5 talenta të cilët duhet me punu me dhënë një angazhim shumë më të madh, që ata me punu profesionalisht edhe me u ngrit cilësia dhe basketbollit vendor.